Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kuj do t'ja merrte mendja se vetëm duke ngrënë hithra çdo ditë do trajtonit këtë problem. Ndër ne, hithra është shumë e përdorur si në gatim ashtu edhe në trajtime natyrale të shumë problematikave. Kjo bimë është e përdorur ndër shekuj për të trajtuar simptomat e alergjive, veçanërisht ato të shkaktuar nga poleni dhe pluhuri. Hithrat, falë vlerave diuretike, janë përdorur në trajtimin e problemeve me veshkat dhe infeksioneve urinare. Lëngu i tyre është perfekt për të larguar lëngjet e tepërta nga organizmi dhe duke lehtësuar funksionin e zemrës dhe qarkullimit të gjakut. Së fundmi, një studim i kryer në Universitetin e Plymouthit doli në përfundimin se hithra mund të përdoret si një lehtësues i problemeve të artritit. Personat të përfshirë në studim vunë re se pas aplikimit të pastës me hithra të shtypura, dhimbjet e kockave u qetësuan. Gjithashtu ata vunë re se dhimbjet ishin më të pakta përgjatë gjithë trajtimit një javor. Por përse funksionon hithra kundër dhimbjeve të artritit? Sipas të dhënave të mbledhura nga studiuesit, dhimbjet e personave që vuanin nga artriti qetësoheshin në sajtë përmbajtjes së lartë të serotoninës dhe histaminës. Këto dy substanca janë neurotransmetues të cilët veprojnë në tru në sinjalet të dhimbjeve. Nga ana tjetër, kur hithrat konsumohen në formën e lëngut të shtypur ose çajit, u vure se arrinte të paksonte acidin urik. Ky acid prodhohet kur organizmi tret proteinën dhe akumulohet në nyje dhe në kocka, duke shkaktuar inflamacion dhe dhimbje. Por si ta konsumoni hithrën për të trajtuar dhimbjet që shkakton artriti? Metoda e parë e trajtimit është që ta aplikoni direkt në zonën ku keni dhimbje më të forta, një pastë me gjethet të hithrave të shtypura. Pra mjafton që të shtypni në mikser gjethet të njoma të hithrave me pak vaj ulliri dhe të lyeni zonën ku keni dhimbje. E mbani për 5 deri në 10 minuta dhe më pas e pastroni me një letër dhe më pas e shplani mirë. Nëse nuk e duroni do të djegën karakteristike të hithrave ose shikoni që lëkura juaj reagon ndaj trajtimeve, mund të provoni metoda të tjera. Mjafton që të pini një gotë gjelle me lëng hithre të njom të tretur dhe këtë ta bëni sipas dëshirës suaj. Gjithashtu edhe çaji i përgatitur me hithra të njom ashtu dhe të thata ka aftësinë të qetësojë dhimbjet e shkaktuar nga artriti. Konsumojeni këtë çaj nga një filxhan 3 herë në ditë. Por nëse nuk ju vuani nga artriti, është mirë që ta përfshini në regjimin tuaj ushqimor hithrën duke e përdorur në gatime. Atë mund të përdorni për shkak të përmbajtjes së flavonoideve, vitaminave A, enzimave dhe antiinflamatorëve që shërbejnë për mirëqenien e organizmit. Personat të përfshirë në studime vunë re se pas aplikimit të pastës me hithra të shtypura, dhimbjet e tyre u qetësuan ndjeshëm dhe gjithashtu patën përmirësime më të mira në lehtësimin e kockave. Hithra të përvëlon në prekjen e parë, po pavarësisht drithërimës është e pamundur që të heqësh dorë prej saj nëse mësoni vlerat. Në vendin ton hithra përdoret më shpesh si në kuzhinë, në gatimet e byrekut, ashtu edhe e zjerë dhe në sallata. Por hithrat janë përdorur prej shekujsh edhe në trajtimin e simptomave të alergjive, veçanërisht ato të shkaktuar nga poleni dhe pluhuri. Hithra është aq e mirë sa që praktikisht mund të çojë në falimentimin e farmacive. Ajo që duhet të dimë është se në luftën kundër alergjive të gjitha ilaçet shoqërohen me efekte të shumta anësore, ndërsa hithra jo vetëm që nuk ka asnjë efekt anësor, por t'i jep dhe përfitime të tjera shëndetësore. Hithra është një bimë premtuese në trajtimin e problemeve të Alzheimerit, artritit, astmës, bronkitit, gurve në veshka dhe sklerozës. Për më tepra, hithra përdoret në luftimin e zbokthit dhe heqjen e yndyrës së tepërt nga floku. Sot, në Gjermani, hithra shitet si një bimë medicinale në trajtimet e prostatës dhe përdoret gjithësisht në përgatitjen e recetave kundër inflamacioneve. Në Shtetet e Bashkuara, gjethet e hithrës përdoren shumë kundër sëmundjeve reumatizmale, artrit, tension të lartë dhe alergjive. Rrënjët e hithrave përdoren edhe si recetë natyrale për rënien e flokut, cikleve femërore, hemoroideve dhe ekzemës. Nëse vendosni hithrën në gishta ose në zona të tjera të prekur nga artriti, dhimbja mund të qetësohet deri në 85%, citojnë ekspertët. Siç mund ta keni kuptuar, përfitimet që vijnë nga hithra janë të shumta dhe ato ofrojnë edhe përfitime të mira në dobjet të organizmit dhe jo vetëm kaq. Hithra është një bimë barishtore e egër që në kërcellën e saj ka gjethe të dhëmbëzuara që kanë një pushtim djegës që përdoret edhe si bimë mjekësore ose në formën e çajit.
Edhe më herët Ether janë përdorur si receta kundër problemeve shëndetësore. Megjithatë, përfitimet që ajo do t'i ofrojë organizmit do ta bëjnë efikase në mbrojtjen kundër një sër komplikacionesh. Po ashtu, studimet kanë konkluduar se hithra përmban përbërës dhe element që ulin inflamacionin. Hithra mund të gatuhen në sallata me vaj, ulliri, limon, byrek, supa, salca të shijshme që shoqëron mishin ose peshkun. Mos anashkaloni pa bërë ndonjë ushqim, çaj ose pije, por edhe maska të freskëta me hithër. Hithra është e pasur me ekur, kalium, magnez, vitaminën A, B, E, D dhe K. Ky kombinim sigurisht do t'i japë fuqi dhe do ju ndihmojë në luftimin kundër lodhjes pranverore. Konsumojeni atë gjithashtu në rast se keni probleme të dhimbjeve menstruale ose problemeve të stomakut. Çaji hidrës ka përfitime të mira edhe në zvogëlimin e problemeve të dobësisë së imunitetit dhe mund të përdoret si një zhvendësues i kafes. Hithra stimulon sistemin limfatik dhe fuqizon sistemin imunitar, që liron nga simptomat e artritit dhe është gjithashtu një bimë shumë e mirë kundër problemeve të alergjisë. Fal hithrës, trupi njeriu thith glukozën më ngadalë dhe parandalon kështu rritjen e papritur të niveleve të sheqerit. Hithra ndër të tjera siguron lehtësime të mëdha për diabetin, artritin reumatoid dhe rinititin alergjik, të cilat janë edhe problemi më i madh i shekullit të 21. Merrni me kujdes këtë bimë shumë medicinale dhe gjithashtu do të merrni përfitimet më të mira të saj, ku disa prej tyre do t'i rëndisim në këtë video sipas help.com. Kërkimet kanë zbuluar se hithra ndihmon në uljen e niveleve të glukozës, kështu që mund të jetë një ndihmë e mirë për personat që vuajnë nga diabeti. Substancat medicinale të pranishme të hithra stimulojnë pankreasin për të lehtësuar insulinën, ndërsa në të njëjtën kohë pengon veprimin e alfa glukozidazës, enzimë përgjegjëse për prishjen e karbohidrateve. Falë kësaj, trupi thith glukozën më ngadalë duke parandaluar kështu një rritje të papritur të niveleve të sheqerit në gjak, citon health.com. Çdo mëngjes shtypni hithrën dhe shtoni lëngun e gjetheve të saj edhe në gatimet tuaja të freskëta për të marrë vlerat e saj. Hithra është një bimë shumë e mirë edhe kundër problemeve të artritit reumatoid. Hithra zvogëlon procesin inflamator në trup, kështu që mund të lehtësojë edhe problemet të shkaktuara kryesisht nga artriti. Gjethet e saj kanë efekte të mira, të dobishme dhe gjithashtu mund të lehtësojë edhe problemet tuaja të nyjeve të cilat komplikohen nga artriti. Kjo bimë e fuqishme funksionon duke penguar elastazën e elementeve të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në proceset inflamatore të trupit. A i dini se në kohët antike romakët e përdornin hithrën edhe për të qetësuar dhimbjet e nyjeve. Vendosni hithra të freskëta në vendin ku keni dhimbje, pasi do të lehtësojë simptomat dhe problemet të artritit dhe sciatikut. Kur gjethet bie në kontakt me lëkurën, ato ndikojnë në prodhimin e histaminës dhe serotoninës në trup, që lehtësojnë dhimbjet. Nëse jeni edhe në probleme të tilla, mund ta përdorni në forma të ndryshme. Hithra është një bimë shumë e mirë edhe kundër rinititit alergjik. Rinititi alergjik është një inflamacion i mukozës të hundës dhe rezulton në teshtitje dhe kruajtje. Për shkak të rinititit, sot një numër i rritjes së problemeve është më i madh, po ashtu si dhe alergjikët e tjerë si çaji i zakonshëm i hithrës mund të ndihmojë kundër rinititit alergjik, duke përmirësuar kështu edhe vlerat e imunitetit dhe duke mbajtur larg komplikacionet. Hithra është një bimë medicinale që mund të përdoren në forma të ndryshme dhe vlerat që do t'i ofrojë organizmit tuaj janë vërtet të veçanta. Ajo ndihmon me diabetin, i e fortë së fetusit e nëna shtatzana dhe ndihmon në prodhimin e qumshtit e grat leona, që liron nga simptomat menstruale dhe ndihmon në fryrjen e dhimbjeve të barkut si pasojë e menstruacioneve. Dhe gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë për tensionin e lartë, gurën e veshka, ndihmon kundër problemeve respiratore, redukton rreziqet e prostatës, minimizon të vjellat, lehtëson problemet të diares, ndihmon kundër problemeve gastrointestinale dhe konstipacionit dhe mund të cilësohet si një zgjidhje shumë e mirë për organizmin tuaj. Është e rëndësishme ta përdorni gjithmonë me kujdes për të marrë vlerat dhe për të evituar kështu gabimet që mund të bëni në përdorimin e saj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe të shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.